Nga 3 shtatori, Shqipëria do të ndërpres importin e mishit të gjedhit dhe të shpendëve nga Brazili. Masa vjen pas ndryshimit të rregullave të Bashkimit Evropian për përdorimin e disa medikamenteve antimikrobike të kafshët e destinuara për konsum njerëzor. Duke qenë se legjislacioni shqiptar kushtozon importin nga Brazili me miratimin e zonave dhe stabilimenteve prej Bashkimit Evropian, Ministria e Bujqësisë ka kërkuar autoritetit kombëtar të ushqimit të njoftojë operatorë dhe të ndërpres importet pas këtij afati. Por çfarë tregon ky zhvillim për mënyrën se si kontrollojnë ushqimet që hyjnë në Shqipëri? A është tregu ynë i aftë të gjurmojë çdo produkt nga pika e origjinës deri te konsumatori dhe sa pranë standardeve europiane ndodhet sistemi shqiptar i sigurisë ushqimore? Për të analizuar këtë çështje kam të ftuar në studio pedagogen Ana Voksani. Mirëserdhë zonja Voksani. Faleminderit që jeni në A2 CNN për këtë bisedë. Tani, faleminderit juve. Çfarë parashikon konkretisht rregulloria e re europiane zonja Voksani dhe pse Brazili nuk është përfshirë në vendet e autorizuara pas 3 shtatorit? Atëherë, për të sqaruar konsumatorin, Brazili është një nga eksportuesit më të mëdhenj në rang botëror të mishit. Dhe BE-ja është furnizuar deri para pak kohësh, pra deri në vitin 2025 është furnizuar me mish nga Brazili, por vetëm nga stabilimente të cilat janë nënshtruar auditeve periodike nga BE. Sepse BE për të gjitha produktet që merr nga vendet e treta për të garantuar pikërisht sigurinë dhe cilësinë e këtyre produkteve për konsumatorin evropian, kryen përveç kontrolleve zyrtare të këtyre shteteve, kryen auditime periodike mbi sistemin e kontrollit, mbi sistemin e monitorimit dhe mbi sistemin e zbatimit të gjithë elementeve që garantojnë sigurinë ushqimore dhe për këtë arsye, natyrisht, pas këtyre auditimeve që ka parë që çedon sistemi i gjurmëshmërisë dhe ka probleme me përdorimin e antibiotikëve, ka vendosur që të mos kryej më eksporte nga ky vend për shtetin e vet. Duke qenë që ne, në fakt Shqipëria ka pasur një histori të gjatë në lidhje me eksportin e mishit nga Brazili. Deri në vitin 2017, në fakt kishte një urdhër nga viti 2017, një urdhër i Ministrit të Bujqësisë, i cili në fakt detyronte çdo operator biznesi që eksportonte mish nga Brazili për të kryer analiza laboratorike. Pra, për nivelin e mikrobeve, pra e patogenve të ndryshëm, sepse kishte rezultuar që këto paraqisnin risk të lartë, sepse shpeshtësia e ngarkesës mikrobike ishte më e lartë se ngarkesat e tjera. Por siç ndodh në Shqipëri, me një të rënd të lapsit, mbas vitit 2020 apo 2021, u hoq ky urdhër dhe ne vazhdonim të eksportonim lirshëm ngarkesa nga Brazili. Çfarë tregon? Kjo tregon që mishi nga Brazili është i rrezikshëm zonja Voksani apo thjesht ka një mungesë garancive të dokumenteve që kërkon Bashkimi Evropian? Atëherë, si duhet ta kuptojmë? Pra nuk importohet më mish nga Brazili. Si ta kuptoj këtë konsumatori shqiptar i cili deri më tani e ka konsumuar këtë mish? Deri tani e ka konsumuar jo vetëm për hir të vërtetës, jo vetëm konsumatori shqiptar, por dhe konsumatori evropian. Dhe konsumatori shqiptar, Ministria e Bujqësisë është kujdesur që në 2006 që të marrë mish, të lejojë eksportin e mishit vetëm nga stabilimente të audituara nga BE. Në fakt, unë ja u thash, ngarkesa mikrobike, përdorimi i antibiotikëve, shpesh herë edhe në mënyrë për të parandaluar, jo në fakt për të luftuar baktere të ndryshme, ka bërë që ngarkesa mikrobike të jetë, por jo domosdoshmërisht mishi, që është aktualisht në treg, është i prekur. Por kjo, në fakt, bën që shteti ynë të ketë kujdes në disa gjëra. Duhet filluar së pari, ndoshta, me qënë se kjo barrierë është vendosur deri në 3 shtator, ne mund të kemi një mbingarkesë të tregut me mish Brazili. Pra, të kemi një furnizim. Dhe ajo që mua më duket shqetësuese, a do jetë në gjendje autoriteti kombëtar i ushqimit që nga një furnizim i tillë, pra më i madh se sa zakonisht, a do jetë në gjendje të garantoj konsumatorin shqiptar për sigurinë e këtij mishi? Pra, a ka kapacitete laboratorike të mjaftueshme për të rritur frekuencën e analizave laboratorike, jo vetëm të antibiotikut, por edhe të ngarkesës mikrobike, edhe të hormoneve që përdoren për rritjen e masës trupore. Dhe ky është një shqetësim më vete.
Pjesa tjetër, AKU-ja duhet të dilte, do më thënë deri në këtë moment, dhe Ministria e Bujqësisë të shikonte se në fakt sa është rezerva e mishit. Mishi që është importuar dhe që është në Shqipëri, çfarë ndodh me të? Eksaktësisht, dhe duke parë që BE-ja është kaq e kujdesshme, duhet që autoriteti, përveç kësaj pjesës, që në fakt duhet përshëndetur, është një nismë shumë e mirë, duhet që Ministria të detyronte autoritetin kombëtar të ushqimit të bënte një plan monitorimi të gjithë sasisë që ndodhet aktualisht në treg. Pra të merreshin mostra për analizë, të dërgoheshin dhe të garantonte konsumatorin shqiptar që sasia që është gja aktualisht në magazina është e sigurt. Por ajo që ju thash, nga ana tjetër duhet të garantoj çdo ngarkesë të merret mostër për çdo ngarkesë që mund të vijë deri në datën 3 shtator nga Brazili. Sepse neve sot jemi në datën 11-12, domethënë kemi dhe rreth 20 e ca ditë që unë thash tregu mund të mbi ngarkohet. Por kjo do sjelli në pa, Ministria nuk e ka bërë këtë gjë, sepse kjo do nxjerrë në pa problemet që në fakt ne kemi me standardet e kontrollit sipas BE-s. Dhe në qoftë se ne sot, mishi kryesisht vjen mishi ngrirë dhe vjen me anije, vjen në portin e Durrësit. Mishi që vjen në një temperaturë -18 gradë. Dhe në qoftë se kjo temperaturë kujdeset, pra për ta sqaruar konsumatorin, të gjithë këto kontenierët kanë një pajisje që quhet taograf, e cila mat temperaturën gjatë gjithë rrugës, që ajo të jetë -18 gradë. Si merret mostra në Shqipëri. Pra, në pikën e inspektimit më të madhe sot që kemi në Shqipëri, kufitare të portit të Durrësit, ne nuk kemi kapacitete frigoriferike për të garantuar të njëjtin termik, se nëse kjo temperaturë ulet dhe me 2 gradë, ajo bëhet objekt i tani që temperaturat janë kaq të larta, kontaminimit nga patogen të ndryshëm. Këtë duhet ta thotë Ministria e Bujqësisë. Unë ju garantoj që në portin e Durrësit nuk ka ambiente frigoriferike që do të garantonin marrjen e mostrës sipas standardeve dhe dërgimin e saj në laborator. Përveç se nuk kemi kapacitete frigoriferike, laboratori i SUVI që kryen këto analiza është në Tiranë dhe e di me çfarë mjetesh dërgohet e merr inspektori dhe sjell në Tiranë me frigobokset që ne shkojmë në plazh. Pra, mos garantimi i një regjimi termik të caktuar për një mostër, për një produkt ushqimor të caktuar, pa mundëson në fakt kryerjen e analizave sipas standardeve, ose e them ndryshe komprometon edhe këto analiza sa do i akredituar tjetë analiza apo laborator. Sikur Bashkimi Evropian të mos e kishte kryer këtë audit, çfarë do të thotë? Që ne do vazhdonim të konsumonim, pra dua të them, bëhet kontrolli mjaftueshëm në pikat kufitare apo mjafton dokumenti origjinës që vjen nga Brazili dhe merret e mirëqen që ky është një mish që plotson standardet? Atëherë, normalisht jo për të gjitha ngarkesat merret mostër për analizë. Sepse çdo produkt që hyn me origjinë shtazore është i shoqëruar me një certifikat veterinare e cila përcakton qartë që ky produkt nuk është i prekur nga antibiotik, nga smundje, nga të tjerë. Rast pas rasti, pra, duke bërë vlerësimin e riskut për produktet që do të thotë Brazili ka qenë importuesi më i madh, pra ne kemi importuar shteti që importonin më shumë, pra ka pasur volumin më të madh të sasisë së mishit. Dhe rast pas rasti ka pasur raste me listeria, me patogen të ndryshëm. Me listeria, neve kemi pasur rastet janë të shfaqura vazhdimisht në media. Shteti ynë duhet të kujdesej që dhe frekuenca e analizave për këto dhe frekuenca e kontroleve, jo vetëm në pikën e inspektimit kufitar, por edhe gjatë procesit të tregtimit të ishte edhe më, si të është dhe me fort dhe mekanizmat e kontrollit të funksiononin pak më mirë. Ne kemi dhe një problem tjetër shumë të madh. Ne u kujdesëm të mos eksportojmë mish nga Brazili. Ne kemi një problem vendas. Ne kemi shumë probleme me etiketimin e mishit. A ju ndodh ju që në një supermarket të merrni mish dhe të ketë datën e skadencës, të ketë origjinën? Pse? Sepse mishrat vinë në Big Pack, ngrihen, shkrihen në supermarkete dhe nga një vasket ju jepet një copë mishi i cili peshohet dhe në këtë rast konsumatori shqiptar nuk di asnjëherë nëse ky është mish Brazili. Nuk është problemi tek produkti importuar, po dhe tek ai vendas. Edhe tek vendas. Pra, produktin ne po përballemi me një situatë ku Europa kujdeset vazhdimisht dhe ndërpret
por e bën deri në 3 shtator, e di pse ka lënë një periudhë tranzicioni, sepse duhet që të kujdeset për gjetjen e tregjeve të reja, sepse duhet zëvendësuar kjo. Dhe Europa kujdeset për diversifikimin e burimeve të furnizimit, sepse e di çfarë mund të ndodhë me ne. Mundet që duke gjetur një shtet tjetër, mund të rritet çmimi i mishit, në të njëjtën kohë duhet të garantohemi dhe për sigurinë e këtyre produkteve. Pra ky është një proces i gjatë që nuk bëhet vetëm me një të rënd të lapsit, gjëra që Europa i ka bërë. Pra Shqipëria duhet kujdeset, jo vetëm për garantimin e kushteve higjieno-sanitare, jo vetëm për zinxhirin e kontrollit, por në të njëjtën kohë duhet të orientohet dhe drejt diversifikimit të burimeve të furnizimit. Që do të thotë zonja Vuksani, ka shumë mundësi që çmimi i mishit të rritet? Unë, në opinionin tim, unë mendoj që magazinat, deri në 3 shtator, ne do kemi volume nga mishi i Brazilit, dhe pas kësaj mendoj që në fakt, operatorët e biznesit janë një hap para qeverisë gjithmonë dhe shpresoj shumë që të kenë gjetur treqe të reja, sepse në fund të ditës, në qoftë se rritet fatura për transportin, për sjelljen, për çmimin e mishit nga e marrin, natyrisht unë dhe ju, përveç gjithë problemeve që kemi me sigurinë edhe me cilësinë e produktit, natyrisht do përballemi dhe me rritjen e çmimeve. Është vendi i abuzimeve, mjafton një sebeb i vogël dhe me një herë çmimet duke ja veshur me kostot indirekte, të ka përshëndesin, sikurse është dhe rasti i hidrokarbureve. Tani, duhet pra përveç mishit, duhet dhe Shqipëria të rishikojë importin dhe për produkte të tjera nga Brazili? Është ndaluar edhe produkte, gjitha pothuajse të gjitha produkte shtazore, edhe mjalti janë ndaluar që të vinë nga Brazili. Por Shqipëria problemin më të madh ka me Brazilin. Ne duhet kujdesem qeveria jonë, Ministria e Bujqësisë. Ne para pak ditësh u njohëm me lajmin që vetë kryeministri kosovar, ja ku është modeli. U kujdes vetë, do me thënë vetë kryeministri për produktet me origjinë shtazore që përmbajnë vaj palme. Që dhe në studion tuaj ne kemi diskutuar më shumë se një herë. Pra, në Shqipëri, ne nuk mund të evidentojmë dhe në rastet ku shënohet që ka vaj palme, ne nuk jemi në gjendje, s'kemi kapacitete laboratorike për ta matur nëse sasia e deklaruar në etiketë është e njëjta. Dhe problemi më i madh që kemi është fakti që në qoftë se në bazë të legjislacionit një produkt me origjinë shtazore i shtohet një produkt me origjinë bimore, në këtë rast vaj palmës, ai nuk quhet më as djath, as gjalp,